e moshuar e cila ka përfunduar në spital dhe ende sot vuan pasojat e papërgjegjshmërisë së stomatologes së palishme. U detyrova bëra në formë private një paronament dhe ai dentisti më thot, urgjentisht shko në spitali francez, asgjë kundi tjetër se implanti lëviz me shpejtësi dhe të ka arritur afër syrit. Rrezikoja shikimin, qelbi në trus e gojën e kisha gjithë qelb. Sa po është paraqitur në spital, mjekët i kanë kërkuar të përgatitet për ndërhyrjen e menjëhershme për shkak të rrezikut se implantet mund të avanconin. Më thot se doktor Arlindi urgjentisht thot do bësh analizat. Me të nesërmen vajtëm te doktori dhe më thot nesër në mëngjes në orën 8 jesh këtu do futesh në sallën e operimit. Me falë. Jam i hoqën këto, implantet me ndryshk, i hoqën komplet. Të hoqën të gjithë pjesë?